Në Korçë, besimtarët ortodoksi festuan Pashkët në katedralen Ngjallja e Krishtit, ku një ngjarje e veçantë u shënua në mesnatë. Mesmira Personash, një 34 vjeçar, i propozoi për martesë të dashurës së tij këtë ditë të shënuar. Me eqërinë në duar, simbolike e dritës së Krishtit të ringjallur, besimtarët katolik përjetuan një nga momentet më të rëndësishme të vitit liturgjik në katedralen Shën Nikolli në Lezhë. Me mesazhin që e mira të triumfojë mbi të keqen, u festuan Pashkët në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Në Fier, besimtarët katolik dhe ortodoks banor të zonave dhe emigrantë të ardhur këto ditë festuan në kishën e Shën Gjergjit. Në Elbasan, besimtarët u bashkuan meshës së shenjtë dhe shpërndarën urime për paqe e mbarësi. Ndërsa në Vlorë, të shumtë ishin ata që morën pjesë në meshën që u mbajt në kishën e Shën Theodorit.